Po mirë, 2 ditët e fundit media ndërkombëtare ka bërë me dije se ekziston, ka bërë një përpjekje larg syve të botës me disa administratë amerikane dhe Moskës zyrtare për të rënë dakord lidhur me një marrëveshje për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Pra, është pak befasuesi lajm sepse ndërkohë po mendonim që Trumpi ishte pak i zëmruar. Sidoqoftë është lajm interesant, lajm që synon të japi fund një konflikti. Mirë, po flitet për një marrëveshje e cila të paktën sipas meje, un kam Kastriotçipin, do të flasim pastaj lidhur me Kastriotin, por po them që fillim opinionin tim është një marrëveshje të paktën me çfarë zbuluar, nëse është e vërtetë, sepse ndoshta nuk është fare e vërtetë, se nuk ka asnjë konfirmim as nga Moska, as nga Washingtoni, por mediat kanë folur. Nëse është e vërtetë që do ketë një marrëveshje kështu si është njoftuar, me ato pikët me cilat është rënë dakord, pra që Ukraina të dorëzojë një pjesë të territorit vete dhe Ukraina të bjerë dakord që të mos ketë më një ushtri, le të themi, të fortë, po të ketë një ushtri do si do. Kjo do të ishte një marrëveshje shumë poshtëruese, që bëhet në dëm të një vendi të sulmuar, të shkatruar, të dëmtuar, të sakatuar, edhe është një marrëveshje që shpërblen agresorin. Kjo është qëndrimi im, si thuaç, në thelb, me pak fjalë. Si kam Kastriotin këtu, Kastrioti ishte shumë i entuziazmuar nga marrëveshja dhe merret vesh që është në pozicionin e kundërt, apo jo? Për mua është marrëveshja e drejtë e mundshme në këtë situatë. Ajo që ti e quan marrëveshje poshtëruese është në fakt marrëveshje për kapitullim. Kjo është e qartë. Nga sa flitet në media, jam dakord me ty që as rusët as amerikanët nuk kanë folur zyrtarisht për marrëveshjen, por në media kanë rrjedhur detaje. Bëhet fjalë që Ukraina humbet të gjithë territorin e Donbasit, ato republikat e famshme separatiste, përfshihet ato segmenti që i kontrollon aktualisht ushtria e Ukrainës, dhe do të ketë një ushtri të reduktuar me rreth 2.5 herë, domethënë duhet të jetë 40% e asaj që është sot si forca njerëzore, dhe nuk do të lejohen disa lloje armësh, kryesisht ato me rrezet gjatë veprimi. Sigurisht që është kapitullim, sigurisht që është i pritshëm. Unë e kam pritur këtë kapitullim që nga dita e parë që ka nisur lufta, sepse lufta nuk do duhet kishte nisur, por kam qenë i bindur që nga fillimi se Rusia nuk mund ta humbas kurrë këtë luftë, çfarëdo që të kushtojë. Sa do jetë njerëzore, sa do parat hedh në atë luftë, do ta vazhdoj deri në fitore. Gjo Kastriot, ndodhi kështu si ka ndodhur, nëse ka ndodhur, edhe një herë përsërisim këtë gjë, sepse në kryet administratës amerikane është Donald Trumpi. Nëse nuk do të ishte Donald Trumpi, do ishte një tjetër, lufta do të vazhdonte dhe Rusia edhe mund të humbiste. Nuk do humbiste në fushë betejë, sigurisht, por do të humbiste për shkak sanksionesh, do të humbiste për shkak të një krize ekonomike që mund të provokojë në Rusi, shenjat e cilës sopton janë dhënë, po Trumpi për arsyet e veta që për mua janë të mistershme, ka këmbgulur vazhdimisht që ta ndihmojnë Putinin. Por kjo marrëveshje që është arritur, nëse është arritur, kjo nuk është thjesht poshtëruese për Ukrainën. Është një popull që për mua në kohët moderne duhet veçuar si popull heroik par excellence. Megjithëse u padit si një popull pa identitet, pa të shkuar, nuk ka histori, nuk përfaqësojnë një etni, nuk përfaqësojnë një kulturë më vete. Ata i treguan botës që janë një popull, një kom më vete, që nuk duan të kenë të bëjnë fare me Rusinë, dhe marrëveshja që është arritur, nëse është arritur, synon jo thjesht reduktoi ushtrinë e Ukrainës, dhe jo thjesht i marrë disa territorit japi Rusisë, po edhe Ukrainën njëherë mirë e fut në ombrellën ruse, e rikthen në ombrellën ruse. Edhe kjo është një, jo vetëm humbje për Ukrainën, por është një humbje edhe për Europën që ka dashur ta zgjerojë, le të themi, hapësirën e vet të frymarrjes demokratike edhe me Ukrainën, dhe kjo është për ta keq. Ti the disa argumenta në këtë pjesë të bisedës, kështu që më duhet i marr, po të marr shkurt, një nga një. Ëndra që Rusia do të hyjë në krizë ekonomike ka qenë një ëndër e çmendur përpara fillimit të luftës. Rusia ka qenë në sanksione edhe përpara fillimit të luftës.
pra përpara se të sulmonte Ukrainën, dhe nuk ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur është që ka hyrë në krizë Europa. E para kjo. E dyta, the që është një komp vital që nuk do të, me identitet pa tjetër, kush ja mohon, që nuk do të ketë bëj me Rusin. E ka pasur në dorë të mos ketë bëj me Rusin, boll t'u jep të autonomi rusëve të atyre krahinave të banuara me shumicë nga rusë, të kishte njohur të drejtat e minoritetit të rusë, ose të kishte lejuar shkëputjen fare të gjithë popullatës së ruse bashkë me territoret e tyre, dhe mbyll dhe kapitullin me Rusinë. Ja, ti marrim me radhë përse përmendë 4-5 gjëra. The që do të hynë influencën ruse. Jo, nuk hynë influencën ruse. Nuk i lejohet hyrja në NATO. Po kjo nuk kupton. Ja, një minutë, është hyrja. Atëherë mos fol gjatë dhe ti marrim një nga një argumentet. Fillo, cili të duash? Hyrja në influencën ruse ndodh në mënyrë indirekte. Kjo marrëveshje Zelenskin edhe grupin e Zelenskit edhe gjithë, le themi, pjesën e klasës politike e Ukrainës që ka qenë pro-perëndimore, me fjalë e fut në grop, për ta thënë me zhargon. Po pse e fut në grop? Jo, se dele humbur, dele poshtëruar, pra. Janë sakrifikuar. Dele poshtëruar se ka humbur luftën. Një minutë. Humbi luftën. Janë mira Ukrainës të vrarë, si shka dhe rusë gjanë, po marrin pjesën e Ukrainës. Edhe gjitha këta Ukrainës kanë djemë të rinjë, kanë dhënë jetën për një Ukrainë të pavarur nga Rusia dhe për një Ukrainë pro-perëndimore. Po çdo më thon pro-perëndimore, e pavarur do të jetë Ukraina dhe me këtë marrëveshje. Tani pro-perëndimore çfarë do thotë? Antare e NATO-s. E pavarur ka qenë NATO-s apo antare e BE-s? E pavarur, çdo më thënë pavarur, e pavarur ishte ajo. Dhe do të jetë më dhe pas marrëveshjes. Nëse do Rusia pra do të jetë. Sepse ushtri nuk ka për të mbrojtur. Sipas marrëveshjes, nuk ka as ushtri. Pra Ukraina do të mbetet pavarur nëse do Rusia gjithmonë. Në rregull, pra për ty Ukraina quhet perëndimore nëse ka ushtri të aftë për të përballur me Rusinë. Sigurisht. Me të gjithë, jo vetëm Rusinë, po të ketë ushtri. Po. Të ketë ushtri që duan Ukrainës të kenë. Nëse duan ta kenë me 10 milion ushtrinë, me 10 milion ta kenë, ashtu duan ta kenë. Kosova është e pavarur? Është perëndimore? Kosova, Shqipëria, unë nuk i konsideroj si perëndimore. Çfarë i konsiderojmë Shqipërinë dhe Kosovën? Po. Ne jemi, le themi, thellësisht lindor, po jemi gjeografikisht jemi në perëndim dhe duam shumë të shkojmë në perëndim. A kemi kufizimin e për ushtrinë? Si? A kemi kufizimin e? Kufizime? Po, për llojet armatime që do marrësh. Jo, nuk e di, nuk kemi. Po t'japin gjitha, të japin vetëm helikopter, t'japin autoblinda. Do bombë për ta marrë ti? Po kush po shkon te bomba për ta marrë? Aq fuqi ke për të blerë bomba. Kush tha më që është çështje blerje që t'i jep njëri disa lloj armatimesh. Je lojtar i vogël, duhet të rish lojtar i vogël në rajon. Kastriot, po që lojtari i vogël edhe me armatime të mëdha, lojtari i vogël mbetet prapë, vetëm nëse do bësh Izraeli. Jo, ne po flasim për një Shqipëri që do pushtojë botën. Ne po flasim për një Shqipëri dhe një Kosovë që të dyja bashk të mos kenë asnjë frikë nga Serbia. Ti nuk e ke as këtë, se ushtria serbe është shumë më e fuqishme. Kjo nuk ka asnjë. Pa mbulesën e NATO-s ti nuk mbrohesh dot. Po ti nëse nuk ke garancinë e NATO-s, ti forcohu sa të duash, kupton? Ti janë disa vende këtu që janë më të fuqishme se aty, se ti nëse ble ti, me çfarë do të blesh njëherë, por nëse ti ble armë, do ble edhe ai që është më i fuqishëm se ty. Shiko, se mos ikim shumë nga Ukraina, me që është tema, po shkurt Serbia nuk është një vend kaq i pasur sa që nuk e përballon dot Shqipëria dhe Kosova bashkë. As demografikisht, as ekonomikisht, po nuk është. Jo, po janë. Është relativisht më e pasur se Kosova dhe Shqipëria, po nuk është me herë më e pasur. Jo, është me herë tani ka se mos të fushëm ushtarake, tani. Ure të fushëm ushtarake i ka bërë me borxh për ato armatimet. Nuk ka si që ka bërë, pra i ka bërë. Si s'pas ka rëndësi. Po jo, pra janë një vend që prodhojnë edhe le themi gjëra ushtarake, edhe eksportojnë shumë. Prodhojnë pred artillerie, që ja shesin Izraelit. Po në rregull, edhe. Po mirë, hajde ti bjem nesër tani. Po çfarë filloi Kosova të prodhoj dron? Çfarë problemi ka më për të importuar teknologji për prodhim armësh? Po prodhon Ukraina dron, po Zelenski kudo që shkon në Europë, i thot liderëve europian që mund t'ju shesim neve. Kush e pengon Kosovën për prodhuar dron? Jo, më nuk e pengon njëri për dron. Po për të poseduar armë me rrezet gjatë veprimi, unë besoj që e pengojnë, nuk ja japin. Ne nuk e dim sepse asnjë s'ka lind nevoja në kërkesë as nga Tirana as nga Prishtina. Hajde kthehemi Ukrainës pra. Ukraina nisi një luftë që nuk duhej ta niste. Një luftë që nuk mund ta fitonte. E vazhdoi luftën me kokforci, megjithse disa herë ju ofruan formula paqeje. Tani të thuash që Ukraina nisi luftën, është si të thuash që Muçnano është le të themi nga Afrika e Jugut. Jo, është njësoj si të thuash që
konflikti në Gaza nuk ka lindur me 7 tetor, se ti edhe atje e put narrativën ati ku do ti. E monton si duash ti filmin. Nuk është kështu. Ukraina ka bombarduar 8 vjet Donbasin. Castillo dhe kemi bërë të debat, ka bombarduar... Cila nga ato gjëra që unë them nuk është e vërtet, më burë? Një minutë. Aty, jo pra se ti e sintetizon të gjithë situatën me këtë frazë, Ukraina ka bombarduar Donbasin. Po. Ndërkohë që situata është më komplekse se sa kaq, dhe ka ndodhur e kundërta. Moska ka financuar, sponsorizuar, mobilizuar, çuar dhe ushtarë të vetë në zonën e banuar nga rusët, brenda territorit të Ukrainës, dhe i ka bërë ata që të ngrejnë krye, dhe ata janë ngritur me armë kundër qeverisë së Kievit, dhe Kievi është përgjigjur. Është kështu puna, jo është situatë trote. Ja ta themu që nuk është ashtu. E para, ma provon të ty që kanë shkuar ushtarë nga Rusia, kanë luftuar në Donbas? Kastriot. Mustafa, po hë për edhe në Gjeorgji, edhe në Gjeorgji, përpara se të ndodhte Krimea, në Abkhazi, edhe në Oseti, madje në njëra nga ato dy zonat minoriteti etnik nuk është rus, nuk është as gjeorgjan, edhe ata rusët janë futur me ushtri brenda, e di këtë gjë. Po patjetër që e di. Me çdo drejt duhet futeshin. Kanë kërkuar ndihmë abhazët, kanë shkuar për kanë dalë ndihmë. Kaq. Tani do të merrem me Abhazinë edhe me Osetin. Merrem edhe me ato po dush, po them të rrim te Ukraina. Kur rusët shfarosin çeçenët, ti nuk ke ndonjë problem, ndërsa kush ta tha që s'ka kanë problem? Unë jam kundër çdo lufte, më nga e nxjerrti këtë më që unë s'ka kanë problem pritet çeçenët. Po. Dëgjoj se ke tonë flamurin e Rusisë për 2-3 vjet tu opton dhe si mund të flamurin e një vendi që ka masakruar edhe ka zhdukur edhe gjenocid bile, ai mund të quhet gjenocid. Një popullsi të vetën, opton. Si mund ta marrësh mbrojtje këtë vend, opton? Atëherë, hajde marrim historinë, hajde marrim kush ka bërë gjenocid, kush ka ekzekutuar me miliona indigjen kudo ku ka pushtuar. Do ta fillojmë me perandorinë britanike, që ka derdhur gjak e vetë me sa s'ka derdhur gjithë bota bashkë, nëpër luftra. Do ta vazhdojmë me Amerikën, që ka rrëzuar një 30 qeverie, ka bërë një 20 pushtime në 50 vjet. Kalojmë edhe atje. Se pas dhe një statistikë tjetër, Franca kishte vrarë 22 president afrikan. Djalli është Rusia prap. Ti do më nxjerr se s'bëm perëndimin si të keqen e botës. Unë nxjerr perëndimin aty që është. Epitetet vendosi ti. Unë them faktet këtu. Rusia kishte të gjithë drejtën e botës të mbronte rusët në Donbas. Rusët në Donbas u provokuan sepse kërkuan autonomi dhe Ukraina u përgjigj me dhunë. Njësoj si Kosova kërkoi republikë e shtypur me dhunë. Këtë që po bëndi këtë anglezët dhe quajnë strawman. Unë po flisë për një çështje të caktuar. Për Ukrainën pra jemi mbledhur, po ti po shmangesh nga Ukraina. Ti shkove në Apazinë, ose ti. Në hyrjen tënde, përmende faktin që Ukraina duhet të njihte krimi i madh i Ukrainës ishte që nuk njohi autonominë e rusëve në Krimea dhe në Donbas. Edhe të drejtat kulturore, gjuhësore të rusëve në gjithë Ukrainën. Nëse do të dhëmrin këto të drejtat e pakicave ty, ti do të ishe anti-rusi më i madh, sepse atë që ka bërë Çeçenisë, po marr Çeçenin. Po. Atë që ka bërë Çeçenisë edhe bota ka qenë e heshtur sepse kjo është real politika. Ti nuk mund ta ngresh zërin si qyqar gjie, kur je qyqar siç jam unë edhe si shqiptar përgjithësi edhe vendet e vogla. Po nuk e ngret do zërin as Amerika dhe as Europa, kur Putini, dhe këtë e ka bërë Putini, nisi përpara Putinit, e masakroi, literalisht e masakroi një popullsi të tërë, derisa gjeti një palacor që është ky që është akoma, edhe që u bërë për rus. Edhe ti tani këtë gjë e ignoron historinë e rusëve, dhe të dhëmin rusët që po shtypen Donbas. Pra ti nuk do të flasim për Ukrainën, do të flasim për Jo, më unë tani herë parë dhe përmande Çeçeninë, Në rregull, pra, me që ma përmande Çeçeninë. Kanë bërë akte terroriste çeçenët brenda territorit të Rusisë? E gjeta edhe. Si e gjeta? Po pyetja është konkrete, a kanë bërë apo s'kanë bërë? Po kanë bërë, po janë vrarë civil, po them civilë që të dhëmin ty në Palestinë, në rripin e Gazës. Duhet dhëmi dhe atje, se janë vrarë civil. Sa civil janë vrarë dhe sa janë vrarë? Janë vrarë shumë më tepër se sa janë vrarë palestinezë tani. Mbi 100.000. Jo, fact checking tani online. Jo tani. S'mund më thuash tani pralla me mbreti që kanë vrarë në Çeçeni më shumë në civil se sa janë vrarë në Palestinë. Okej. Ajo tash, kjo nuk rri. Okej, po bëj një fact checking, kjo është il bello della diretta, thon italianët. Unë po pyes ChatGPT-n.
Atëhere, Wikipedia e pranon apo ta heq? Nëse se pranon do ta heq. Edhe Wikipedia. Okej. Wikipedia. Atëhere. Casualties and losses. Dakord? Plagosur e të vdekur. 6.000 deri në 14.000 vlerësohet nga ana e Rusisë, 3.500 deri në 14.000 nga ana e Çeçenisë. Të lexojmë këto dhëna dhe mia tani? Po. Ashtu. Në luftën e parë të Çeçenisë, Kjo ishte lufta e dytë. burime të ndryshme, unë kam parasysh gjithë luftën. Po. Burime të ndryshme vlerësojnë 30.000 deri në 100.000 civil të vrarë. Luftën e parë, nga 94 deri në 96. Pra nga 30.000 deri në 100.000. Po. Numri luftarë të vrarë kërë nuk ka, si luftarë nuk po llogarisim. Jo, ka. Ka sepse do të më tregosh raportin. Se civil vritën dhe në Ukrainë. 15.000 po deri në 20.000. janë shumë më pak nga sa janë vrarë në Gaza në raport me ushtarët. Unë të mbrojta kisha pretendimin që në Çeçeni janë vrarë më shumë civilë se sa janë vrarë në Palestinë. Ky ishte në rrybin e Gazës. Ky ishte krahasim me shifra absolute? Ha? Krahasim me shifra absolute? Po, pra sigurisht. Jo, s'ka sens krahasimi atëre. Do proporcionet e në. Po patjetër, sepse në qoftë se unë vras 10.000 ushtar dhe vras edhe 5.000 civil, është një raport. Në qoftë se unë vras 70.000 civil, siç ka vrarë Izraeli në Gaza, është një gjë krejt tjetër. Në qoftë se unë kam 10 ushtar të vrarë do e fact checkin për 2 vjet dhe ai ka 70.000 civil të vrarë, si që ka një. Do e fact checkin. Po bëj fact checkin. Në luftën e dytë, nga 99-2009, kjo është kohë e Putinit, nga 25.000 deri në 50.000 civil të vrarë. Po, sa 20.000 me 40.000 ushtarë. Pra? Luftëtarë. Pra? Nuk ka rëndësi kjo. Po thuaj se një me një raporti. Kastriot, edhe një. Ka më rëndësi. Pretendimi im ishte që civil në Çeçeni, nga Moska janë vrarë më tepër se janë vrarë palestinesë në rrybin e Gazës. Ky është pretendimi im. Ti the ka bërë genocid. Jo, unë genocid mora standardin tënd. Ti e quan genocid atë Palestinë. Unë nuk e quaj genocid atë. Ore, unë s'quaj vetëm atë që ka ndodhur këto 2 vjet në Gaza genocid. Unë quaj atë që ka 70 vjet që ndodh në Izrael. Kështu që në total të dy luftrat së bashku, vlerësimet e përgjithshme për viktimat çeçene, civil plus luftëtar shpesh janë intervale 50 deri në 150.000 çeçenë të vrarë. Okej. Pra? Jemi okej? Për çfarë jemi okej? Që janë vrarë më shumë civil se sa. Jo, pra nuk jemi okej, sepse në raport me luftëtarët, njerëzit armatosur, janë vrarë shumë herë më pak. Dhe ky është raporti. Lufta në Ukrainë ka më shumë viktima në total se sa masakra që ndodh në Gaza. Po nuk thot njeri që Rusia po bën genocid në Ukrainë. Vetëm po e the ti. Ti je rekordmen. Unë nuk e përmend termin genocid se unë ta kam thënë për kufizimin për genocid. Po e përdore tani për Çeçenin pra. Jo, me standardin tënd pra. Ju referohet standardin tënd. Po ja pra se po t'jap raportin. Kur vritën 10.000 ushtarë, mund të vritën 5.000 civil. Sa është raporti në rrybin e Gazës? Ushtarët e Hamasit me civil. Izraeli s'ka dhënë kurrë shifra të sakta. Kurrë, asnjëherë. Atje kur vriten me bomba dhe janë nëpër shtëpia apo nëpër dyqane apo nëpër spitale, unë i konsideroj civil gjithë. Se unë nuk i kam pa vritën civil. Po si kam pa vritën në vit frontit. Edhe te kjo punë raportit kërko burime, po mos bëjmë këtu fact checking sepse vetëm njerë ka lezeta. Jemi në program live. Edhe bëj fact checking dhe këtë, dhe është e sigurt që edhe te puna e raportit, edhe aty ke dalë zbuluar. Raporti midis civilëve dhe ushtarakëve në Çeçeni me atë këtu doli që është jo në Gaza, më thuaj ti sa luftëtarët Hamasit ka vrarë Izraeli. Unë jam i sigurt që janë vrarë 40.000. Nga 70.000. Jo, luftëtarët e Hamasit. Jo, 70.000 janë civil, janë vrarë, po e pranoj të shqipër do dhënë nga Hamasi, janë civil 70.000. Nuk po fus ushtarët. Do më thënë janë 110.000 viktima në total, thoti. Besoj që po. Ka ndonjë burim për këtë apo thjesht e thua ti, se unë sa kam dëgjuar kurrë këtë që ka 110.000. Unë di që Hamasi është pothuajse i shkatërruar dhe ka mbetur, le të themi, çereku, kupton? Hamasi konsiderohet i shkatërruar dhe Hamasi ka pasur, le të themi, gati 100.000, kupton, luftëtarë të vetë. Në qoftë se ka ngel çereku, pas ka vrarë 75.000. Po nesër unë dhash një shifër 30.000, po. Nga të buron dy kjo siguri që ka vrarë 75.000. Jo, këtë nuk e kam shifër saktë, jo. Për këtë po deshe verifikoj dhe flasë me herës tjetër, për mos vazhdojmë me verifikimet u sot. Por që janë vrarë, Hamasi është shkatruar, bashkë me Hezbollahun, janë vrarë sa duash, kjo nuk ka diskutim. More midis atyre që janë vrarë, sigurisht janë vrarë ushtarët Hamasit, luftëtarët Hamasit. Por proporcionin nuk ka rëndësi, proporcionin e futet ti si marifetçisë, nuk ka rëndësi proporcionin. Po si mos pas ka rëndësi, po hajmë ti lëm fare të rriturit. Hajde po i quajmë të gjithë rriturit luftëtar.
Janë vrarë 20.000 fëmijë në Gaza. Nuk janë vrarë në Ukrainë 20.000 fëmijë. Çfarë rëndësie ka nëse Ka më rëndësi si s'ka çfarë rëndësi. rëndësie ka nëse në Siri Po. optonin që janë vrarë shumë më tepër se janë vrarë rimin e Gazës, edhe janë vrarë nga myslimanët vetë. Po arabët për këtë nuk e çajnë kokën. Kur arabët vrasin arabët nuk ka problem. Kur Izraeli vret arabët, është çështje ndërkombëtare. Në Siri janë vrarë shumë më tepër. Aty mund të jemi, le të themi, te limitet e genocidit. E bërë nga një qeveri e vetë, qeveri që i kanë zgjedhur sirianët. Në Sudan janë vrarë shumë më tepër se në rripin e Gazës. Po edhe aty kemi mysliman me mysliman. Po nuk e çajnë kokën e arabët. Po mirë, unë këtu jam avokati i arabëve që më drejtohesh mua për qëndrimet e arabëve? Jo, unë kur them që nuk e çajnë kokën e kudo ku janë vrarë civil në mënyrë të pa kujdesshme, jo vetëm qëllim që po e po, për mua është gjenocid. Qofse ke këto raporte si që në Gaza, është gjenocid. Ne kemi 3 vjetë jemi bashkë, edhe viktimat e Sirisë nuk i ke përmendë një qoftë dhe Shkaras, si Padashi, apo të Sudanit. Janë viktime dhe ato. Për Sudanin s'kemi folur kur. Unë nuk kam ndonjë informacion të madh për Sudanin. Mediat nuk japin ndonjë informacion, siç nuk japin as për Jemenin. Po kjo nuk më bën mua as avokat të atyre që ti quan arab, që nuk po shqetësohen kur muslimanët e vrasin musliman. Ç'lidhje ka unë me këtë? U po them që jam. Ne ishim te situata në Çeçeni. Unë mendoj që ti kishte një rast që të thoje, po, Rusia këtu ka kryer krime të përbindshme. Kishte një rast për të thënë një të vërtetë, kupton? Po ti edhe këtu the, jo, prit se Perëndimi ka bërë shumë. Çfarë rëndësie ka ajo Kastet? Ore zotëri, e bën atë diskutim. Po mirë më me që të qenë ka kështu, që pas ka vrarë 100.000 vetë Rusia në Çeçeni dhe kjo që ka një skandal për ty, pse nuk është Iraku, që u vranë 200 milioni civil nga Amerikanët? Si nuk është? E ditë që ndërmjet për Iraku, nuk kam bërë shkrime. Prit se s'mbaron këtu. Iraku nuk e kishte sulmuar Amerikën, më zotëri. Çeçenët kanë pas fraksione terroristësh islamik që kanë bërë terror brenda Rusisë. Ti duhet ta pranosh që kanë bërë akte terroriste. Kanë marrë peng shkolla, kanë marrë peng salla teatri plot me njerëz. Apo nuk ka ndodhur këto? Kastriot, po ata sipas standardit tënd, ata janë luftar rezistence. Se donin pavarësinë e tyre nga Moska. Apo jo? Po ku e ke krahasimin më se ti e di do të nxjerrësh paralelin me Hamasin. Kur të kam thënë unë ty që të marrësh fëmijë në shkollë peng që nga akt lirie, akt lufte për liri. Më ka thënë një nga frazat e para që më ka thënë kur kemi hapur debatin lidhur me këtë gjë, ti ke thënë njerëzit e Hamasit janë luftëtarë të rezistencës. Një nga frazat e para. Pastaj më pas e ke modifikuar edhe e ke zbutur çik. Patjetër që janë, po. Por edhe unë mbi bazën e këtij qendrimi. Ma trego cili është akti terrorist në 7 tetor, s'pa ke treguar kur. S'pa ke treguar. Të kam pyet sa vet janë vrarë nga ushtria izraelite në 7 tetor, s'ma ke thënë. S'ke pranuar ndonjëherë ti që ushtria izraelite ka vrarë izraelit në 7 tetor. Ti nuk e pranon këtë gjë. Si? Ti nuk e pranon që ushtria izraelite ka vrarë izraelit në 7 tetor. Po tani këto janë tani, më vjen keq tani. Çfarë janë? Po këto janë fantazitë tua. Jo, s'janë fantazi fare. As pak fantazi, hape bëj prap. I ka vrarë fact-checking. I ka vrarë në mënyrë të qëllim duke ditur që ishin izraelit? Po, në zbatim të direktivës Hannibal. Ka goditur shtëpi me njerëz që kanë qenë brenda, e ka goditur me tank. Në datë 7 tetor, 1200 veta janë vrarë. Nga kush? Janë vrarë nga Hamasi dhe ndërsa rreth 800 rreth ta kam dëgjuar Finkelsteinin, opton që është më pro-palestinese aty dhe themi më informuar se aty sa unë. Finkelsteini bën këtë raport të 1200-shi. 800 ka qenë civil dhe 400 ka qenë ushtar. Po. Dhe Finkelsteini nuk e ka pas pretendimin që ka ti, opton. Cilin pretendim? Që izraelitët kanë vrarë izraelitët. Ka qenë të vrarë nga Hamasi. Po them ato që janë raportet medet izraelite. Tani, kjo shifër, ta bush mendjen edhe nga Finkelsteini. Finkelsteini, për ata që nuk e njohin, është një person me origjinë çifute, është njëri shumë i informuar lidhur me situatën në lindjen e mesme, njeh shumë mirë botën arabe, njeh shumë mirë Izraelin, është i mbijetuar nga Holokausti, por ka qëndrime të forta kundër. Familja, jo i vetë. Po, familje, prindet e tij. Edhe ky vetë është, le themi, në pozita tepër kritike ndaj
Izraelit. Mund të quhet sipas me një nga kritikët më të mëdhenj dhe më të fortë që Izraeli mund të ketë në botën e sotme. Dhe unë ju referova Finkelstein, Norman Finkelstein. Raporti 2-1 civil me policë dhe ushtar është dhënë nga qeveria izraelite dhe s'kam asnjë arsye ta kundërshtoj. Por pyetja është tjetër gjë. Sa nga këta 800 janë vrarë nga ushtria e Izraelit? Kësaj pyetje ti nuk i përgjigjesh. Unë di që Hamasi vret palestinezët edhe ke filmime sa duash, nësa kjo pastaj kjo është një spekulim. Si është spekulim? Po e kenë media më burat, po hajde bëjmë fact checking prap tani sa temën. Ka goditur me tank një familje të ngujuar brenda bashkë me pengmarrësit. Dhe ka goditur mbas dite kur kishin hikur të gjithë palestinezët. Tu ndryshon puna, Izraeli mund të ketë vrarë edhe pengje, edhe benjë nëpër tunelet e rripit Gazës, sepse ata kanë konsideruar në një moment caktuar më të rëndësishme që të vrasin, le të themi 100 apo 200, japin në shifrën ushtarë të Hamasit, edhe pse kjo do bëhet mbi kurrizën e le të themi 10 pengjeve. Kjo mund të jetë. Kjo është një sap që ka mundësi. I vetmi njeri që punon media dhe nuk e di çfarë është direktiva Hannibal. Që ata e kanë zbatuar edhe në datën 7 tetor. Që? Nuk e di direktivën Hannibal. Jo, nuk e di. Direktiva Hannibal aktivizohet në rastet veçanta nga Ministri i Mbrojtjes në Izrael dhe thotë për të ndaluar marrjen peng të një shteta si Izraelit, ti si ushtar je i lejuar të vrasësh edhe pengmarrësit edhe pengun. Unë këtë nuk e di, është kriter për të përcaktuar një uritmi mbi. Ka 3 vjet që përdoret për ditë ky term, direktiva Hannibal. Unë nuk e di gjitha gjërat, ka shumë gjëra që si di. Në rregull, dakord, atëherë mos më thuaj që nuk ka vrarë ushtria izraelite në 7 tetor. Thuaj do informohem për direktivën Hannibal. Viktimat mund të jenë të kësaj natyre. Viktimat pra janë të kësaj natyre. Se ti, unë të pyeta që parë, 2 minuta më parë pyeta, kanë vrarë duke ditur që ishin izraelit, ndërkohë që ata kanë shtuar mbi ushtarët e Hamasit. Jo, mos zotëri, unë po them në shtëpi. Kanë hedhur nerë me preda tanku shtëpinë, mor. Shtëpinë e banuar nga izraelit. Po verifikoje. Kestriot, nuk ka të verifikoje tani se kjo është tani, atje ke një shoqëri të tërë që sta fal tani aty. Shiko, ti mund të bash dobinë të duash edhe ti je në paqe me veten tënde nëse nuk informohesh. Puna është se po informove do hysh në dilemë. Kestriot, pretendimi jot që izraelitët kanë qelluar një shtëpi ku nuk ka pas asnjë ushtar të Hamasit, ka pas vetëm izraelitë. Ka pasur ushtar të Hamasit dhe popull izraelit të marr peng, po të them. Dhe kanë goditur me tank. Këtë ta thash unë, kjo mund të kenë ndodhur. Ky është një vendim që kanë marrë, le të themi, autoritetet izraelite, kanë peshuar interesat, e kanë thënë, do na dhëmbi, po mbas në disa civil tanët, por s'dukim kaq. Pra i ka vrarë disa. Dhe doktrina Hannibal, që ti unë nuk e dija, që ti po e përmend tu, Hannibal e ka. Po. Okej. Kjo doktrinë që ka dhe legale atë. Çka ka këtu? Legale me legale, dhe Hitleri ato që bënte legale ishte gjitha me ligje, me shkrimi bënte. E kam fjalën është legale e pranuar nga një shoqëri e tërë, nga një klasë politike e tërë, edhe nuk është shoqëri si në rripin e Gazës, ku kanë frikë sundimtarët, është shoqëri demokratike. Po ti mendon që nuk është demokratike, po ne në fund programit. Po jam vetëm një fjalë tjetër, si që ka demokratike, kur prokuroria e ushtrisë denoncon përdhunimin që ushtarët izraelit i bëjnë një të burgosur i palestinez, dhe sot është e arrestuar prokuroria, nuk janë ushtarët që kanë bërë përdhunimin. Kjo është shoqëria demokratike. Këtu, the bad guy është perëndimi, këtu demokracia nuk është Izraeli, por është rripi Gazës. Jo, s'thashun që ka demokraci rripi Gazës. Është Moska, është Moska. Jo. Je binar, është demokracia. Je binar në politik, nuk diskuton do ti me ngjyra, ti o je bardh o je zi, po ti jem kundër teje, unë jam i ziu. Unë nuk të thash ty që ka demokraci në Gazë. Gaza s'ka shtet, s'ka asgjë. 3 vjet me radhë ma ke zbukuruar Moskën edhe në tema demokratik. Edhe Putini nuk e nxjerr si diktator, po si njëri që respekton shumë opozitën dhe Navalny nuk është, Navalny meriton. Por ironi të fatit, sot më nxori YouTube një bisedë tonën të 14 prillit 2023, e pash, shikoj edhe ti, se në atë bisedë kam quajtur diktator Putinin. Një herë, si një herë. Po unë i quajt gjithë diktatorat, ata që si quajt ti, unë quajt edhe Edi Rama diktator. Do të japim një medalje për këtë, pas ka thënë për 3 vjet të pëtonë, çdo javë emision pas ka thënë. Të kam thënë dhe për Edi Ramën që është diktator. Jo, për Edi Ramën mos përdor një shprehje kështu. Që ndoshta edhe ti se përdor për Edi Ramën. Ti mendon që mua. Jo, por nuk thuaj që është diktator. Diktator?
Diktator është autokrat, ka gjitha pushtetet në dorë. Jo, diktatorës, ai që ka pushtetet në dorë është diktator. I ka marrë vetë, nuk ja kanë dhënë. Diktator janë ata që të vrasin nga çret. Jo, ky nuk të vret hiç ky. Ka përzën 20 milioni shqiptar. Ata të katër. Ka përzën, mirë. Po patjetër. Diktatori. Patjetër. Mirë, po nuk duhet shumë Edi Rama. Mirë. Mirë, atëherë ky ishte fundi i programit Arnaudistan për sonte. Unë kam pas të ftuar gjithashtu dhe Enida Bozhekun. Ne do shihemi të shtunën e ardhshme, gjithmonë në orën 21:00 deri atëherë tung.